Gjithë njerëzit në botë, kur të mendojnë, kur të konstatojnë, kur të gjykojnë çfarëdo çështje në këtë jetë, zakonisht ata e bëjnë këtë në përputhje me referencat e tyre. Është jashtëzakonisht e rëndësishme njeriu në jetë me ditë mbi çfarë referencash gjykon, mbi çfarë referencash mendon. Referenca ose botkuptimi është burimi i perceptimeve, i vlerave, i ideve. Është një kuadër teorik që rregullon vizionet, pozicionet, sjelljet edhe aspiratat. Hazreti Muhamedi a.s. vazhdimisht i ka mësuar njerëzit për rëndësinë e referencave. Kur i ka dërguar në misione të ndryshme, gjithmonë i ka pyet për referencat. Është interesant pejgamberi çysh ka komunikuar me Hazreti Muadhin kur e ka dërguar për Yemen. Dhe ka pyet ku të shkojsh atje, edhe të shtrohen problematika, çysh kemi i gjyku. Hazreti Muadhi e ka ndërtu, domethënë, referencën e tij. Pra, Kur'anin, librin e shejt, pastaj nëse nuk e gjej në Kur'an, e hulumtoj të thonjët e pejgamberit, të veprimtaria e pejgamberit, edhe aty nëse nuk e gjej, bëj përpjekje ta zgjedh nëpërmjet të menduarit tim, nëpërmjet mendjes time. Domethënë, Hazreti Muadhi tregon se këtu ka 3 referenca. Dhe kjo na çon të një kuptim i rëndësishëm. Zakonisht feja jo gjithmonë i ofron zgjidhjet e gatshme. Feja shpeshherë kërkon nga mendja që të bashkëveprojë me mësimet e fesë për t'ju dhënë zgjidhje problemeve të jetës. Pra, mos u habitni pse kanjëherë kem mendime të ndryshme, kem qëndrime të ndryshme, kem pikpamje të ndryshme, sepse ato ndryshojnë në varësi me referencat. Ti sheh do çështje ndryshe sepse referencat e tua janë të ndryshme. Unë i shoh ndryshe disa çështje sepse referencat e mia janë të ndryshme. Pra, siç një musliman i ka referencat e tij, edhe ateizmi i ka referencat e tij, liberalizmi ka referencat e tij, edhe marksizmi ka referencat e tij. Absurdi do të ishte nëse ti je musliman, ndërkaq i referohesh referencave ateiste, ose i referohesh referencave marksiste. Është totalisht kot, është totalisht e papranueshme, sepse referencat e tua do duhet të ishin të natyrës së asaj që beson. Pejgamberi alayhis salam shpeshherë edhe ndërgjegjen e ka bërë referencë. Edhe në total del që muslimani kryesisht i ka një 3 referenca shumë të rëndësishme. Referenca e parë është Kurani, shpallja, feja, e dyta është mendja, dhe e treta është ndërgjegja. Hazreti